Përshëndetje miq të dashur. Jam I mërzitëm pasi ndëgjova kryeministrin për doganat e Kosovës. Fort po ta majti miq të dashur që po më japni terminalve, se jam ka punej shumë për lëvizje vetëvendosje, për kryeministrin. Thash po më japni terminal doganor. Po ja, s'është punë burr. Nuk është punë, nuk e di çka me ja bo veç, unë ka befasu shumë. E kom pas metër 1-3, pa I këthy, që aty ma isha e mitë, thësha, po më rogë fati rasisht. Po më dhëtë qepre merë një terminal doganor, po zërën komandancion, si unë konë komandant. Terminalat I shkoj vetëm aty në komandantave. Po thonë se zë di. Të kësëm ka thirë më madhon një terminal. Më fali, sepse unë jam të punu ko qa shumë fort, pa në alkur. Po shkojmë të dëgjojmë pak që ka pas ka thonë misë të dashër, e të diskutojmë bashku. Se mu më ka marrë qafë. Gjetur vetëm një terminal doganor të shtetit në aeroportin ndërkombëtar të Mjashojit, ndërkohë që 10 tjerë kishin pas privatizuar. Mirë po, tash 8 I kemi kthyer në publik shtetit, e në pranverën e vitit 2026 do t'i kthejmë edhe ato 3 që kanë mbetë tek privatët. Unë mendoj shamiq që ato 3 që kishin kënë pas met, kur ti merë thësha ma gjun jo. S'bëhat kur që bre? Qa, a ishbo diçka miq? Jo sen më dojë. Sen të ishbo heq. Dishka ishbo, se ishdo më të shteti. Unë isha pasëru. Qika që, sen ma shumë. Po, shkojmë. Komandant të terminalit doganor privat. E kena prej. Ama unë si jam komandant. Ti pse po shtish me mu, kryeministër? Unë jam popull I thjeshtë. Që po punoj për lëvizje vetëvendosje, pse po punon mirë. Edhe për këtë arsye po punoj për ty. Po punoj falas, kështu që mos më kujtojnë hollgo që I kam pagu, se tani po bojnë disa formata. Po pagu në Albin Kurti për me punu. Unë jam ka punoj falas për pikë qefi, për popullin tim të dashur. A mu u shtu me madhon jo, për hatër. Komandant si jam. Nash po bona komandant I rreshëm, qysh dush? Po mëse bë zot. Qas që s'bona kur, shkojna miq. Ta po dëshirojnë që fëmijët e tyre mi trashëgu që ato, edhe mas ne fëmijët e Kosovës nuk kanë shanca më mushty me fëmijët e tyre. Unë nuk do të lejoj si kryeministri I Republikës Kosovës që fëmijët e Kosovës mu sundu pe fëmijëve të oligarkëve edhe na I ish komandanti. Që të bravo të koftë, kryeministër, po mërën qafë, e ty Allah të koftë buri dhejët, rënëfsh sa malet, a më ma thave një damar, ku majtë I mitë shumë, terminali I mirëve, kesh, në gjithë. Shkojmë, që dhe pak. Prandaj, ja u kena prej me gërshon terminalin doganor. Qka I duhet ish komandant të terminalit doganor privat? E kena prej, edhe nuk I portë djallit ish komandant. Në onën tjetër, oligarku, ka desht homologimin, me alon fmi. Pse, apo bëj ka kryeministër me post terminal, edhe unë me alon djallit anja, të më pas kemi të krejtë o burë. Au. Tash mi pas ke thot I damar o burë. Kështë e veç e shpizdojeni, sot jam tani thëmë që e merë ta ka e prapë. Më pas ke mytë, ja, shkojna miq. Duhet vetë, e kena prej edhe mu qallën për devolt, për korporatën devolli. Jo brata e me laqe, mëse po zot devoltin me laqe burë. Ata e me laqe, ata s'ka mo kur gjë. Shkojna miq. Faleminderit të nderuar kryeministër.
Si që dhe dini, dogana është në procese sipër pra të rindërtimit apo renovimit të terminaleve ekzistuese shtetërore, marrë parasysh që tashmë jemi në situatën që nga dita e djeshme, pra që nuk ka asnjë terminal privat. Pra të gjitha terminalet ose janë Punon. U kolla me që pas kanë, në me pas ka i gërshon. Kryeministër, o tu pak me ka përcy një. Mësë bë dhe ti kështë të burë, mësë bë ka që i rep, tap. Ka përcy në një burë, ka përcy. Që të shkohet? Shkojnë e miqë? si që shtrasin në pikat kufitare, ose operohen nga shteti që është në brendi të vendit. Në kuadër të kësaj... Okej, nga shteti operohet në rregull, po edhe unë kisha operu mirë, mirë bashëm. Edhe unë kisha operu merë në gjep. Shkojnë miq? Kemi parapara dhe zgjerimin e terminaleve ekzistuese shtetërore, njëri nga ta që tashmë ka filluar puna është edhe terminali i Vërmicës, ku parashit zgjerimi. Dhe gjithsesi zgjerimi prek edhe në pjesë të parcelave pra që janë në pronësi të agjencisë së pyjeve. Bravo e qoftë. Veç vazhdoni. Si që ka konstatojmë që miratohet dhe përgëzimit gjithve për këtë arritje të rëndësishme ku të gjitha terminalet doganore edhe janë publike edhe po i zgjerojnë gjithnjësi publike. Që kjo miq sot e ka kput kështu i mytin komplet, sot i ka marrë qeveria tëna doganat që janë kohën privat. 11 doganat dhe me thonë, 8 i kanë marrë më herë, 3 i kanë marrë tash, 11 punojnë për shtet. Kryeministër, po bëja e gare se mu se janë type në mbyft, veç po me bo pak e gare, me kesh pak, se falmerës Zotit Ramazani shkoj mirë, i kon letë, se shkurt nesër Bajram, kështu që me që dashër, urime festa Bajramit, kryeministër gjithashtu të urime festa Bajramit, edhe mos u ndalë burë veç vazhdo, se sen type na vyfshë neve terminalet doganore. A shtetit po, se pe atina terminali, pe atyre terminale, i pagun me shtesat mive, me pensione, me tëna, me ushtrije, me policie, me të keq ka ka. Miq, edhe në herë, urime, festa e miru pafshën vitë të radhës.